Assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar teleshikues, vazhdojmë me ciklin e emisioneve Rinia mes sfidave dhe besimit. Radhën e kaluar folëm për ose trajtuam temën e lirisë. Sa e dëmshme është liria pa kufi dhe realisht sa i lirë është njeriu brenda atyre që Zoti ja ka lejuar. Sot do të flasim për një temë që mendoj është shumë e rëndësishme, sidomos për të rinjt. Tema është harta e jetës. Vërejmë shumë të rinj që janë të paorientuar, janë të hutuar ndoshta dhe i mungon pikërisht kjo pasja e një harte. Për trajtimin e kësaj teme kemi të ftuar në studion ton Hoxhën e nderuar Mustafa Tërniqi. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Hoxh i nderuar, nëse mund të bëj një le të themi parantezë për gjithë këtë që do të flasim, shikojmë shumë të rinj që janë të paorientuar, siç e përmendëm, e kemi përmendur edhe herë tjera faktikisht, një hutim që i ka kapluar, një çorientim dhe kryesisht nuk kanë vizion ose le të themi nuk kanë një hartë të qartë. A mendoni ju që është e nevojshme pasja një harte me cilën ai do të qartëson vetveten e tij se çfarë do të veprojë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha mirësitë e tij, për mirësinë dhe begatin e lirisë, begatin e mendjes, begatin e të qenurit të gatshëm dhe të aftë për të projektuar dhe për të bërë hartën e jetës për të cilën ju pyetet. Dhe faktikisht mos harrojmë që të gjitha institucionet, qofshin shtetërore, qofshin private, qofshin sipërmarrje, domethënë sado të vogla, nuk mundet do të zhvillohen pa një hartë, ose më mirë themi pa plan program, pa qenë të qartë në projektet e tyre, në idetë e tyre, dhe në fund fare të ketë një hartë, domethënë veprimi. Dhe po të shikojmë me vëmendje, harta që vendoset nga institucionet e ndryshme është rregull, është disiplinë që njeriu duhet ta ndjek që të ketë një sukses. Nëse vërejmë mësuesi nuk mund ta zhvillojë dot mësimin dhe nuk mund të jetë dot i qartë në ecurinë e tij në mësimdhënie, nëse nuk ka planet e gatshme, nëse nuk ka punuar fillimisht për planet dhe mas miratimit të atyre planeve fillon pastaj dhe mësimdhënia në një formë shumë të mirë që do ta bëjë këtë mësues të suksesshëm. E si mund themi që nuk është rëndësishme harta e jetës, sidomos për të rinjt në kohën e hutimit, në kohën kur njerëzit sot kanë humbur vizionin ose ndoshta nuk kanë vizion fare, pra është e pamundur që ne në punët më të thjeshta, në punët më të ndoshta të dikush tjetër mund të jetë të papërfillshme fare, mos kemi një plan. Ose një manual përdorimi, siç kemi tek veprimet e nuk mund të funksionojë pra jeta dhe as veprimi dhe as puna dhe as sipërmarrja pa atë manualin që ju përmendet. Ne dim fare mirë që edhe në avion kur futesh, ke një manual aty që tregon se si është përdorimi në rast emergjence. Për çdo gjë, makinë. Dalin ata stafi, domethënë i avionit aty dhe të tregojnë se çfarë duhet të bëjmë nëse kemi emergjenca. Për çdo fluturim në ajër. E njëjta gjë ndodh me anijen, e njëjta gjë ndodh me trenin. Ose sopaku ka një manual, domethënë specifik, të detajuar për të gjithë ata specialistë nëse gjenden para emergjencave të ndryshme. Sa emergjenca ka jeta jon? Sa emergjenca ka ecuria jon, sa emergjenca do të kenë planifikimet tona, projektet tona, dhe në momentin që ne nuk kemi një vizion të qartë, nuk kemi një hartë për veten tonë, ne nuk dim se ku do shkojmë. Nuk do dim se si do të jetë ecuria jon dhe për rrjedhoi ne nuk do dim se si do të jetë përfundimi ynë. Ndërkohë që vetë pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka thënë dhe na ka lajmëruar për një hadith shumë të rëndësishëm dhe brillant kur thot innamal a'malu bil khawatim, vërtet punët vlerësohen sipas përfundimeve, ashtu sikur punët vlerësohen në fillim sipas qëllimit të njëjtit, pra qëllimi i mirë na bën që të kemi një punë të mirë, por kjo punë e mirë do të ketë një ecuri dhe ecuria do të vazhdojë deri në përfundim dhe përfundimi është ajo që dëshmon se çfarë meritojmë ne. A kemi qenë nga të mirët apo ndoshta nga të këqijt, a kemi qenë nga të suksesshmit apo nga të dështuarit. Dhe ky lloj përfundimi asnjëherë nuk do të jetë i mirë nëse ne nuk jemi të qartë dhe nuk kemi një hartë specifike, një hartë të qartë për jetën tonë, sidomos për të rinjt.
Rinia sot e vuan këtë pjesë. Rinia sot shumica e tyre ndoshta kanë qëllime, kanë synime, por nuk kanë hartë. Ndoshta kanë ide, por nuk kanë hartë. Ndoshta kanë deri diku një vizion, por nuk kanë hartë. Harta është domosdoshmëri për ecurinë e suksesshme të gjithë njerëzve, kryesisht rinisë. Përderisa përmendëm pjesën që të gjithë njerëzit janë dakord që është e nevojshme të kesh një hartë në çdo situatë jetës, ti ecë me një farë manuali. Bëjmë pyetjen e radhës, çfarë na pengon ne, cilat janë shkaqet që na lën ne pa një hartë të qartë, sidomos në trinive po flas. Shkaqet janë të ndryshme. Mund të jenë shkaqe që vijnë nga vetë njeriu, nga qenia e tij, rrethanat se si jeton, mënyra e jetesës, mund të vinë nga familje, mund të vinë nga problemet, mund të vinë nga keq menaxhimi i gjërave, mund të vijë nga ignoranca. Mund të vijë nga hutimi. Patjetër se mund të vijë nga mirëqenia. Ka një mirëqenie që ai nuk e shikon jetën domethënë sfidë, ai nuk ka probleme për momentin, flasim për probleme ekonomike dhe për rrjedhoj ai nuk përcakton asnjë lloj harte për jetën e tij. Hartë mirëfillt me një dinjitet, me një përfundim të mirë, duke menduar se gjërat i ka gati. Gjërat i ka, ose mendon se kur të rritet, një djalë i vogël për shembull, kur të rritet, sa futet në adoleshencë edhe më tej, sa është në fillimit e rinisë së tij, ai do t'ja dalë sepse mendon se është i zgjuar, do t'ja dalë mendon se është i aftë, do t'ja dalë mendon se është inteligjent, do t'ja dalë mendon se është mëson mirë, mund të mësosh mirë në shkollë. Mund të jesh edhe ekselent, por harta e jetës është diçka tjetër. Harta e veprimeve fillestare është diçka tjetër. Pra njeriu duhet të jetë i përgatitur. Përse gjithmonë kompanitë më të mëdha, madje shtetet e mëdha, janë të suksesshme, sepse përtej planit kryesor që kanë vendosur, kanë projektuar, kanë planin B, planin C, plane domethënë që për momentin nuk janë të dukshme, por sipas emergjencave, sipas nevojave, sipas problemeve, sipas rrethanave, përcaktohet një devijim nga ky plan në një plan të dytë, të tretë e kështu me radhë. Nëse nuk funksionon ky, ke një mundësi. Sepse harta është e qartë. Në momentin që ne nuk kemi planin A, s'kemi planin B, s'kemi një të dytë, një të tretë, një të katërt, do thotë që ne nuk kemi vizion. Do thënë që ne nuk kemi një organik të mirëfillt për vetveten, domethënë për ecurinë tonë. Dhe kjo organik mund të bëhet nga vetvetja për vetveten dhe familjen, mund të bëhet në formën e stafit, por sidomos në një jetë sociale dhe shoqërore, kur ne jetojmë bashkarisht, patjetër që duhet domethënë një hartë e studiuar mirë për ecurinë dhe të ardhmen dhe jetën tonë. Dhe gjithë këto faktorë, të cilët luajnë rol, siç është ignoranca, siç është hutimi, siç është mirëqenia e caktuar, siç mund të jetë gjithashtu një shoqëri e keqe, të gjitha këto janë faktorë që e bëjnë njeriu mos ketë një hartë të mirëfillt dhe hartë të qartë në jetën e tij. Madje, nëse do ta ktheshim në kundër pyetje, kësaj përgjigje mund t'i përgjigjeni ju më mirë. Pra ju jeni të ri. Çfarë ju mungon juve të keni një hartë? Çfarë ju mungon juve të keni projekte të qarta, të keni një vizion të qartë? Mund të thoja që një nga shkaqet kryesore, përveç faktit që ne jemi si brez jemi bërë shumë neglizhent ndaj çdo gjëje, mendoj që është pra që ka neglizhenca. Po, neglizhenca është nga kryesoret. Përmendëm ignorancë, përmendëm hutimin, na doli domethënë çështja e neglizhencës. Kemi edhe një farë përtatësie, pra na duket sikur përderisa shumicën e gjërave i kemi gjetë gati, edhe këtë hartë jetës do i gjejmë gati, ndërkohë nuk është ashtu. Realiteti është që ti duhet mundohesh që ta vesh. Mendoj se për te neglizhencës dhe për tacisë, mendoj se rinia nuk e shikon jetën me rëndësinë e vet. Po, patjetër. Ose nuk ka parë siç duat, nuk është përballur me sfidat e jetës. Se ka kuptuar. Dhe për rrjedhoj nuk ka kuptuar sistemin e jetës. Dhe të gjithë pra këto janë faktorë domethënë që ndikojnë drejt për drejt që njeriu, sidomos të rinj, mos të kenë një hartë të qartë për jetën e tyre. Hoxhë nderuar, këtu kemi një pikë tepër interesante. Folëm për kategorinë, rinia është ka brenda disa kategori, nëse e themi kështu. Patjetër që ka prej atyre që janë neglizhent, janë ndoshta deri diku dhe përtac, ndoshta janë të keq informuar, pjesa e statusit, janë shumë arsye. Po kemi edhe një kategori personash që janë inteligjent, janë të mençur, janë të formuar, janë të arsimuar, të shkolluar. Dhe këta, ndoshta nga familja, ndoshta nga shoqëria, ndoshta edhe vetë ata e kanë gjetur në një farë mënyrë hartën e jetës, e kanë planifikuar, domethënë se çfarë do bëjnë me jetën e tyre. Tek këta persona tani shikojnë vështirësi tek ekzekutimi, le t'i themi, kësaj harte që ata kanë vendosur për vetën e tyre. Çfarë i pengon këta? Janë të mençur, i kanë të gjitha, çfarë i pengon që ta vënë punë? Atëherë kemi të bëjmë me një kategori tjetër. Nuk ka njerëz të cilët vuajnë nga ignoranca, nuk ka njerëz të cilët vuajnë nga gjërat
e papërshtatshme, pra kanë mundësi, kanë hapësira të zhvillojnë, por janë të penguar. Themi janë në nivel të lartë, I kanë të gjitha hapësirat, i kanë të gjitha, kanë asete, kanë resurse, kanë hapësira, kanë mundësi, kanë ide, janë të zgjuar, ndoshta dhe e kanë planifikuar hartën, por ju po pyesni çfarë i pengon këta që ta zhvillojnë, çfarë i pengon këta ta realizojnë, sepse ata janë të vjedhur. Janë të vjedhur. Po, janë të vjedhur. Nëse unë do të bëj një pyetje. Çfarë do të thotë hajdutëri? Çfarë do të thotë hajni? Po, siç e dim gjithë të vjedhësh të mira, të vjedhësh para, pasuri, rroba, këto gjëra domethënë. Pra, ajo që njohin njerëzit nga hajdutëria, por nga hajnia, ana materiale është kur dikush vjen në një formë krejtësisht, domethënë të padukshme mund ta quash, merr prej teje kuletën e parave ose parat që ti ke në xhepin tënd, apo në xhaketën tënde, apo në një vendosur dhe zakonisht bëhet fshehurazi në mënyrë që mos shikohet. Kjo quhet një hajni, kjo quhet hajdutëri. Hajdutëria e vërtet dhe hajnia e vërtet nuk është kjo. Sepse një hajdut, një hajn i cili të vjedh diçka, të vjedh parat nga xhepi, të vjedh kuletën, të vjedh një sen të çmuar, ti e kuptove. Edhe do të marrësh masa që mos të vjedhi për herë të dytë. Mos përsëritet një herë. Pra nuk është ky problemi. Problemi është atëherë kur njeriu është i vjedhur në jetën e tij, në cilën formë. Kemi plot të rinj sot, të cilët nuk e kuptojnë se ata janë të vjedhur në kohën e tyre, në energjinë e tyre dhe në vëmendjen e tyre. Pra kemi njerëz të tjerë apo gjëra të ndryshme në jetën e kësaj bote, në jetën e përditshme që i bëjnë të rinjt të marrin atyre kohën, të marrin atyre energjinë, të marrin atyre vëmendjen dhe në momentin që krijon një lloj varësie, krijon një lloj hutimi, kur ai një kohë shumë të madhe ja kanë marrë të tjerët apo diçka tjetër, i ka marrë dhe energjit, i ka marrë dhe vëmendjen, nëse vjen dikush apo diçka, ti merr këto të treja, atëherë të ka marrë të ardhmen tënde. Subhanallahu. Të ka marrë të ardhmen tënde, ti ndoshta je shumë i aftë, por nuk je i aftë në ide, je i aftë në planifikim, je i aftë në përcaktimin e hartës tënde të jetës, por nuk je i aftë për të realizuar atë, sepse nuk do të kuptosh, ose në vërtet ndoshta nuk e kupton, sepse ti je i vjedhur. Je i vjedhur në kohën tënde, je i vjedhur në energjitë tua, i vjedhur në vëmendjen tënde. Tani bëjmë një pyetje. Sot të rinjt, sa përqind të kohës së tyre shkon dëm, shkon kot, sepse ja kanë vjedhur të tjerët. Shumë e rëndësishme kjo pjesa kohës. Atëherë, sa energji të rinj sot i shpenzojnë në ato gjëra të cilat janë krejtësisht të padobishme. Investohen pra me veten e tyre. Patjetër që sot investohen pra me energjinë ose vëmendjen e tyre te këto të gjitha këto gjëra. Jo, mund themi diçka tjetër, investohet që ata të hutohen. Investohet që ata të humbin kohën, të humbin energjinë, të humbin vëmendjen, tre gjërat më të çmuara që ka njeriu në jetë. Pse thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dy gjëra janë të mashtruar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e njerëzve. Pra jo të rinjt, shumica e njerëzve ku bëjnë pjesë e këtyre janë dhe të rinjt. Thot as-sihhatu wal faraq, shëndeti dhe koha e lirë. Pra, sidomos kjo është e theksuar tek të rinjt, sepse ata janë më të shëndetshëm, ata janë më të fortë dhe mendojnë se kam shumë kohë krahasim me të tjerët. Dhe jam i fortë, jam i shëndetshëm, jam mirë fizikisht, inshallah këtë punë të sotme mund ta bëj edhe nesër, atë të nesërmen mund ta bëj edhe mas një jave, atë që kam mas një jave mund ta bëj edhe mas një muaj. Koha kalon dhe mosha e këtij dhe kalon pa realizuar shumë vepra që duhet i realizonte. Dhe asetet dhe resurset fillojnë dhe paksohen, ndërkohë që po ti realizonte në kohë, do të kishte më shumë asete dhe më shumë resurse, më shumë hapësira dhe më shumë mundësi. Atëherë çfarë ndodh? Janë të rinjt ajo që përmenda pak më parë, që ndoshta nuk e kuptojnë ose nuk duan ta kuptojnë që ata po vidhen, janë të vjedhur në kohën e tyre, në energjinë e tyre dhe në vëmendjen e tyre. Shumë e qartë se sigur një person të marrë diçka materiale me kohën që ke mund edhe ta ripërtërish, le të themi. Nëse kur ai të vjedh kohën, s'ke me çfarë të ripërtërish. Shiko, ndoshta mosha ime për shembull, ose më të mëdhej se sa unë, e kanë të vështirë për momentin, sepse rinia jon ka kaluar domethënë në një formë tjetër, në rrethana të tjera, por përgjigjen më të mirë e jepni ju sot.
Unë po shikoj faktikisht shumë të rinj që e kalojnë të kohën e tyre, një pjesë shumë të mirë të kohës së tyre, ose kohën më të mirë të jetës së tyre, në lodra, në lojra, të PlayStation dhe lodra të tjera, për shembull që ai mendon se po argëtohet, por ja që po penalizon vetveten e tij për të ardhmen e tij. Sepse të vjedhësh dikë me qëllim, paret që tham pak më parë nga xhepi apo një sen të çmur është diçka tjetër, dhe që të vidhesh në kohë, në energji dhe në vëmendjen tënde është diçka tjetër. Duke qenë se nuk shikon përpara teje diçka të qëllimshme, nuk janë të dukshëm ata njerëz të cilët po investojnë që ti të hutosh në këtë formë, që ti je i vjedhur në kohën, në energjitë dhe në vëmendjen tënde, dhe njeriu ndoshta se kupton. Nuk e ndjen pra që po humbet. Mirë, po ja që Zoti na çon raste, na çon forma të ndryshme të jetesës, konsulencë, këshilla, sfida të ndryshme në jetë, ose misione të tilla, bashkëbisedime të tilla, që shumë të rinj fillojnë dhe të mendojnë, shiko, me të vërtetë, cilat janë ata njerëz që kanë marrë aq shumë nga koha jonë, dhe a meritojmë ne të jemi të vjedhur në këtë formë, cilat janë ata njerëz apo të gjëra të cilat ne po shpenzojmë aq shumë energji, dhe cilët janë ata njerëz të cilët po na marrin vëmendjen tonë, përmenda 3 gjëra të cilat nuk lidhen në aspektin monetar. A nëse ne këto treja jemi të vjedhur në këto 3 pika, edhe duke harxhuar dhe shpenzuar nga pasuria jo, nëse kemi pasuri, atëherë ne vërtet kemi penalizuar vetveten tonë, jo sot për nesër, jo sot për një muaj, jo sot për një vit, por po penalizojmë vetveten tonë për të gjithë të ardhmen tonë, për gjithë jetën tonë, pra jemi të vjedhur për jetën tonë. Hoxh, të falenderoj pa mas. Nëse mund të bëj një pyetje tjetër, a mendoni se të rinjt sot nuk e kanë analizuar siç duhet, ose nuk i kanë klasifikuar siç duhet, le të themi, veprimet e tyre? Patjetër që nuk kanë analizuar siç duhet gjërat, dhe përtej analizës nuk kanë klasifikuar gjërat. Klasifikimi faktikisht është diçka tjetër nga analiza. Analizën mund ta bëjë çdo kush. Ka plot të rinj sot, ju përmendet faktikisht në pyetjen e kaluar, përmendet që kemi plot të rinj që janë të zgjuar, janë inteligjent, kanë ide, prodhojnë ide, kanë plane, kanë programe, ndoshta kanë edhe një hartë, por nuk e realizojnë dot. Janë të penguar sepse shpjegojmë sepse janë të vjedhur. Por përtej analizës, pra njeriu duhet të analizoj, shiko, kush po më vjedh? Ku po shpenzoj kohën, ku po shpenzoj energjitë, kush po më merr kohën, kush po merr vëmendjen time, ndoshta cilat janë ato gjëra që un po shpenzoj tepër. Dhe analiza e bën këtë që të kuptoj vetveten, të kuptoj rrethanat dhe të kuptoj ato gjëra të cilat janë të padobishme, ndërkohë që ky i konsideron të dobishme. Atëherë këtu fillon klasifikimi i gjërave. Dhe klasifikimi i gjërave është kulmi i analizës. Në cilën formë? Ai do t'i klasifikojë gjërat, mendoj se mund të klasifikohen në 5 aspekte, në 5 gjëra. Pra, cilat janë gjërat e domosdoshme, cilat janë gjërat e nevojshme, cilat janë gjërat e dobishme, cilat janë gjërat e padobishme dhe cilat janë gjërat e dëmshme. Nga më e rëndësishmja deri tek ajo që është më pak e rëndësishme. Se e themi në këtë formë, sepse shumë njerëz i shikojnë gjërat bardhëzi. I shikojnë ose është e mirë ose është e keqe. Mirë, por nuk kuptojnë diçka tjetër, që ndoshta njeriu krijon varësi nga një gjë që është e padobishme dhe i bëhet kjo gjë e padobishme nga varësia që krijon e nevojshme ose domosdoshme. Që ndodh shumë faktikisht në realitetin e jetës. Ajo po ndodh më shumë në jetën e përditshme. Për shembull, do të marrim 2 raste. Rastin kur një i ri krijon varësi nga gjëra të cilat janë të padobishme ose janë të dëshme, dhe ky krijon varësi dhe ato bëhen të domosdoshme. Si mundet kjo? Patjetër që mundet. Për shembull, një person mendon se duke u argëtuar, marrim shembull me sportin, ai bëhet një tifoz. Dhe të jesh tifoz do të thotë që shumë kohë dhe energji dhe vëmendje do t'i shpenzosh nga ajo gjë që ti mendon se po argëtohesh. Edhe nuk mjafton që ti të shkosh në stadium dhe të shikosh një ndeshje, apo nuk mjafton që ti të ngujohesh në një qosh apo cep të shtëpisë dhe të shikosh një ndeshje futbolli. Sa zgjat ndeshja e futbollit? Po normale është 90 minuta, po plus ka dhe kohë. Atëherë 90 minuta është vetëm loja. Mes 45 minutave që ndahet është pushimi. Atëherë, sa kohë do marri kjo ndeshje futbolli, që është një ndeshje vetme, nga ky person përpara se të fillojë ndeshja?
Afërsisht. Pastaj do të zhvillohet ndeshja. Po. Pastaj pas ndeshjes, pastaj analizën, pastaj diskutimin, pastaj debatet me sportdashësit e tjerë, me tifozët e tjerë, madje tu hakërrejet atyre ose ata i hakërrejnë këtij dhe fillon ai problemin pastaj jo skuadra jote, jo skuadra ime dhe e gjitha kjo nuk na ka marrë më 90 minuta, por na ka marrë ndoshta 2 orë, 4 orë, 5 orë dhe kur ne krijojmë varësi nga kjo gjë, nuk kuptojmë se po penalizojmë vetveten tonë që ndoshta çdo ditë po na merr kjo gjë 4, 5 orë, 6 orë, ndoshta flej me këtë qëllim, zgjohem me këtë qëllim, se si t'ja kthej atij, si të diskutoj me të, si të debatoj me të, apo ndoshta dikush tjetër mund të shpenzoj për këtë, apo ndoshta mund t'i futet dhe lotove të ndryshme, por flasim herë tek gjërat e padobishme. S'po dalim tek të dëmshmet dhe keq menaxhimi i kohës, keq menaxhimi i energjive, keq menaxhimi i pasurisë, keq menaxhimi i vëmendjes tënde që ja kushton diçka që sa më shumë vëmendje të kesh në një sport, aq më shumë fiton dikush tjetër që është i padukshëm. Po, patjetër. Sa më shumë të hutohemi ne në ndeshjet e futbollit, aq më shumë do të fitojnë njerëz të tjerë të cilët janë të padukshëm. Pra skemat janë të qarta. Ndërkohë që ai është i qartë në hartën e jetës, në përfitimet që ka nga hutimi yt, dhe ti nuk je i qartë në hartën tënde të jetës, ku po shpenzon kohën, energjinë, vëmendjen, ndoshta dhe pasurinë në gjëra që ti nuk i kupton të tilla, por krijon varësi dhe bën të domosdoshme, sepse gjëra të padobishme, sepse ti nuk e kupton, domethënë, dëmin e tyre. Pra fillimisht duket e padëmshme. Se doja ta përmendja faktikisht që mos të kishte keq kuptime, realisht të shikosh futbollin nuk është ndaluar, ne nuk po flasim për halal për haram. Po, nuk po flasim e ndaluar ose e lejuar. Po. Ne po flasim që diçka që ty duket në rregull e lejuar, nuk ka problem. Mi po keq menaxhimi vetes. Po. Në kohën, energjitë, vëmendjen, ndoshta dhe paret, pasurinë që ti ke, bën që të penalizosh vetveten tënde, mos kesh një hartë. Sepse ti nuk e klasifikuar gjërat cilat janë të domosdoshme, të dobishme, të domosdoshme, të nevojshme, të dobishme, të padobishme dhe të dëmshme. Dalim tani tek ata njerëz të cilët kanë krijuar varësi nga gjëra të cilat janë të dëmshme. Për shembull, kemi njerëz të cilët kanë krijuar varësi nga lëndët narkotike. Dhe lëndët narkotike e bën njeriu të krijojë një lloj varësie që ai e bën këtë tani domosdoshmëri, pra është edhe dëmshme dhe e bën domosdoshmëri ose tepër të nevojshme. Përse? Sepse ai nuk jeton dot për të. Ai ka kriza. Ai mund të psoj traumë, ai mund të zihet me njerëzit, mund të shtyhet me njerëzit, ai mund të shkojë edhe drejt krimit, ai mund të bëj shumë gjëra vetëm që të përmbush nevojat që ka, që dikur ata ishin gjëra të dëmshme dhe ky e dinte, por ju fut asaj rruge duke menduar se se është thjesht ta provoj. Se është thjesht diçka dhe njeriu mund gaboj. Mund gaboj një herë, 2 herë, mund krijoj një lloj varësie momentale, por njeriu i mençur ndalet, prit, kjo nuk funksionon. Mund të dalet ai vet. A mund ta ndal tjetër kush, mund ta këshilloj dhe porosis tjetër kush, mund ta ndaloj tjetër kush, nuk është më rëndësishme. Njeriu i mençur merr mësim. Kam bërë një gabim, ndalu. Nuk duhet të vazhdojmë mëtej, për ndryshe, atëherë do të krijojmë varësi nga gjërat jo thjesht të padobishme, ndoshta të dëmshme, të cilat varësia na bën që t'i kthejmë të domosdoshme, ndërkohë që gjërat e domosdoshme janë krejtësisht të tjera. Gjërat e nevojshme janë krejtësisht të tjera, andaj dhe them që kjo ndarje në 5 kategori, gjërat të domosdoshme, të nevojshme, të dobishme, të padobishme dhe të dëmshme është shumë e rëndësishme. Cilat klasifikimi i të gjitha gjërave, deri dhe shoqëria. Deri dhe shoqëria. Në mënyrë që të kemi projektet tona dhe atëherë çfarë ndodh? Të përqendrohemi në të gjithë jetën tonë, sidomos ju të rinj, në gjërat e domosdoshme dhe në gjërat e nevojshme, vetëm në këto të dyja. Vetëm këtu të përqendrohemi. Vetëm këtu dhe gjërat e dobishme për momentin lej. A e di pse? Por nuk duket pak sikur Jo, nuk është kufizim. Nuk është kufizim dhe nuk është ngarkesë, sepse gjërat e domosdoshme kërkojnë prej nesh aq shumë kohë dhe energji, aq shumë vëmendje, madje mund të lodhemi, ndoshta dhe mund të raskapitemi derisa të realizojmë. Dhe në momentin që ne realizojmë dhe jetojmë me gjërat e domosdoshme ose të nevojshme, atëherë kjo lodhja jon do të na bëjë që do të gëzojmë gjërat të dobishme. Më vonë. Pra gjërat e dobishme do vinë vetë. Gjërat e dobishme çfarë janë? Gjërat plotësuese. Ne nuk mundemi dot të fusim në shtëpi të re një krevat brenda, kur akoma nuk kemi montuar derën dhe dritaret.
Pra është një analogji shumë e qartë. E plot, domethënë krahasime nga jeta jon e përditshme. Unë nuk mund të shpenzoj për fëmijët e mi duke bler revista, duke bler libra jashtë kurrikulës së Ministrisë së Arsimit, kur akoma unë si kam bler libra të shkollës. Apo të merrem domethënë me stereolapsa, me vizore, me fletore, e ku ta diun me mjete shkollore, të cilat janë shumë të shtrenjta, duke menduar se fëmia im do të jetojë një jetë më të mirë me stereolapsa shumë të shtrenjta. Ndërkohë, stereolapsat e lirë, të mesëm dhe ata që janë shumë të shtrenjta, të gjithë shkruajnë njësoj. E kështu me radhë. Atëherë pyetja është pse duhet shpenzojmë në shpërdorime, pse duhet harxojmë kohë për me gjetë ku janë më të mirat, e kështu me radhë. Pra nuk janë të domosdoshme dhe as të nevojshme. Për sa kohë që plotësohet. Në momentin që plotësojmë gjërat të domosdoshme dhe gjërat e nevojshme, do të fillojmë të gëzojmë ashtu siç duhet vetë gjërat e dobishme të cilat do të vinë vetë dhe aty janë me ne. Hoxh, falenderoj pa mas kjo pjesa e klasifikimit, mendoj që ishte tepër e rëndësishme për çdo të ri. Pas një pauze të shkurtër inshallah, të nderuar teleshikues, një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Asalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Rinia mes sfidave dhe besimit, tema shumë interesante, harta e jetës. Hoxh i nderuar, tek pyetja fundit përmendëm pjesën e klasifikimit të gjërave dhe mendoj që ishte një pasqyrë shumë e qartë se si ne duhet të planifikojmë ose më saktë të klasifikojmë të gjitha veprimtaritë tona. Këtu lind pyetja, momentin që po e zejmë një njerëz e vendosi që do fokusohet vetëm te të domosdoshmet dhe të nevojshmet. Dhe ai jeton në një rreth shoqëror që ata e ftojnë ose e nxisin. Tani ky nëse do të fokusohet vetëm te të domosdoshmet ose të nevojshmet, i bën që ti injoroj këta ose të sillet keq me ta ose si funksionon që edhe të qëndrojmë besnik atyre që kemi klasifikuar, po në të njëjtën kohë edhe të jetojmë një shoqëri, që realisht ne jemi pjesë e saj. Atëherë, kjo pyetje është në vendin e dur, sepse mentaliteti shumë të rinjve sot është që shiko, ne duhet të bëhemi dikushi, duhet kemi planet tona, projektet tona, madje të kemi dhe hartën tonë, por duhet kemi edhe shoqërinë tonë. Patjetër. Aldonti, është njësoj sikur ne shtrojmë një pyetje tjetër. Nesër ke provimin. Dhe provimi është final. Është provim, domethënë test për gjithë vitin tënd shkollor, me cilin ti do diplomohesh dhe në varësi të diplomimit dhe notave që do marrësh për shembull ose performancës tënde dhe përgatitjes tënde, ajo do luajë rol në jetën tënde. Dhe në këtë kohë ke disa shokë të cilët thonë, shiko, pse jep aq shumë rëndësi mësimeve? Po ti thua, unë kam provim nesër, por nuk ka problem fare se ti e kalon provimin, nuk e ke problem, pa hajde të shkojmë të luajmë një lojë futboll. Ose të ndjekim një ndeshje futbolli. Apo të shkojmë dhe të bëjmë të realizojmë diçka tjetër kështu më radhë. Pse në shumicën e rasteve njerëzit e zgjuar, të rinjt e zgjuar, inteligjent që e duan mësimin thotë, jo, të lutem, nuk është ky momenti. Pra, nuk ka shoqëri në këto momente. Nuk ka shoqëri kur unë rrezikoj jetën time. Dhe vendosësh kufi, le të them. Pra vendos kufizime. Pyetja është pse i vendos këto kufizime? Këto kufizime nuk është vetëm atëherë në ditën e provimit, apo në javën e provimit, kjo do të jetë për gjithë jetën, sepse sa më shumë të lirë të jemi në këtë formë që të japim nga koha jon, energjia jon, vëmendja jon, njerëzve të cilët nuk planifikojnë si planifikojmë ne, atëherë çfarë ndodh? Do të jemi të vjedhur pra. Edhe kjo pyetje nuk e kam tek ty personalisht për shembull se bër apo jo, një pyetje të gabuar, por po flas për mentalitetin e gabuar të rinis sot dhe dikush mund të thotë, "O hoxh, po neve i bie që të sakrifikojmë shoqërinë." Ajo shoqëri e cila të penalizon për të ardhmen tënde ai nuk quhet shoqëri. Ata njerëz, ata shokë të cilët të penalizojnë ty për vizionin e ardhmës tënde, për jetën e ardhme që do të kesh, për familjen tënde, ata janë shokë që nuk meritojnë. Pse mos shoqërohesh me ata shokë të cilët mendojnë siç mendon ti? Planifikojnë siç planifikon ti? A mund të jenë të rrallë, le të jenë të rrallë, ama ato janë të vërtetët? Ata janë të drejtët, ata janë të mirët, ajo shoqëria e vërtetë dhe do të krijohet, do të formohet një shoqëri e mirëfillt, e cila do të jetë dobipruese nesër për shoqërinë ku jetojmë. Përndryshe, janë pikërisht ky mentalitet që i bën njerëzit që shiko, nuk i lej dot shokët, nuk i trajtoj dot shokët, nuk i shes dot shokët, do të jetoj me ta kështu më radh dhe në fund fare të gjithë këta në shumicën e rasteve janë ai kontingjenti i krimit.
kontingjenti i shthurjes, kontingjenti i degenerimit, kontingjenti i problematikave në shoqëri dhe është lodhja dhe bardhë, ngarkesë dhe rëndesë për vetë instancat shtetërore, për vetë shoqërinë ku jetojmë. Pra, vëmendja e policisë do jetë më e madhe, veprimtaria e tyre do jetë më e madhe, veprimtaria e shtetit do jetë më e madhe, harxhimet do të jenë më të mëdha. E pse duhet të ketë shteti harxhime më të mëdha? Sepse ka të rinj më shumë, të cilët i mungon harta e jetës, i mungon planifikimi i jetës së tyre. Janë njerëz që nuk mësojnë, janë njerëz të cilët nuk arsimohen, janë njerëz të cilët nuk formohen. Ata janë pjesë e jona, ne duhet na vi keq. Pra nuk bëhet fjalë për përjashtime, por po bëhet fjalë për klasifikime. Ashtu sikur i klasifikojmë gjërat e domosdoshme, nga gjërat e nevojshme, nga gjërat e dobishme, nga ato që janë të padobishme dhe që janë të dëmshme, e njëjta gjë ndodh me njerëzit. Pra cili shok është i domosdoshëm për projektet e mia, cili është i nevojshëm për rrethanat e mia, cili është i dobishëm për projektet e mia, për hartën time, dhe cili është i dëmshëm. Në momentin që ti bën një analizë të mirëfillt, je i qartë, atëherë eliminoj të gjitha ata shokë të cilët të pengojnë ty ose ndoshta të penalizojnë ty për të ardhmen tënde. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse më lejon të shtoj diçka, mbaj mend që e kemi trajtuar pak jo fiks të temë, po jo pikërisht të temë, po diçka tek pjesa e shoqërisë keqe. Pra, në momentin që ti e shikon që ata nuk janë në të njëjtin rrugtim, ti i nxit edhe i fton ata tek rrugtimi jot, po jo që ti të heqësh dorë. Pra jo që ti ta braktisësh atë që është e domosdoshme. Kjo është ana fisnike pastaj. Po se nuk pastaj i bën të bëhemi mund të jem dhënë unë s'kam. Jo, s'është punë me mendësia. Pra, ai kërkon prej teje shoqëri, sepse mund ta kesh dhe komshi, mund ta kesh dhe pjesë të farefizit, pjesë të familjes e kështu me radhë. Atëherë ti nuk e përjashton, por vendos kushte. Po. Nëse ai plotson kushtet, atëherë ai është duke arrir diçka që ka arritur dhe ti. Po fiton dhe ai në të njëjtën kohë. Po përfiton dhe ai, dhe nga ne të dy do përfitojë dhe shoqëria. Nga ne të gjashtë do përfitojë shoqëria e kështu me radhë. A nëse ti thyhesh, e thyen vetveten tënde për hir të shoqërisë, hase më vjen keq, më vjen kështu, më vjen ashtu, atëherë çfarë ndodh? Nuk e rrit dot nivelin. Që nuk arrin dot nivelin, jo që nuk i ndihmon më atij, jo që nuk i ndihmon as shoqërisë. Je duke penalizuar vetveten tënde. Dhe është shumë e rëndësishme që ne ndoshta edhe mund të gabojmë, por nuk do të penalizojmë vetveten. Ne mund të gabojmë, por nuk do të penalizojmë të ardhmen tonë. Ne mund të gabojmë, por nuk do të largohemi nga familja jonë, nuk do të largohemi nga vlerat tona dhe nuk do të largohemi nga interesat tona. Nuk ka jetë pa interes, nuk ka jetë pa vlerë, nuk ka jetë pa hartë. Po që në fund të fundit ne faktikisht të rinjt besoj gjithë e kanë dëgjuar shprehjen që të suksesshmit që vërtet ja kanë dalë në jetë, i është ngushtuar le të themi rrethi i shoqërisë, nuk ka si të jetë ndryshe. Megjithatë duhet të ruhet kjo, mos të jetë mendje madh, mos të jetë. Atëherë balancat duhet të ruhen. Po edhe pse ngushtohet respekti reciprok duhet të ruhet. Për shembull, një nga format e mira që njeriu ju të rinj mos prisni shoqërinë me të gjithë, mos të prishni shoqërinë me të gjithë njerëzit, është që shfaq gjithmonë ngarkesë. Je i ngarkuar, je i zënë me projekte të ndryshme. Ai të lutet apo të kërkon prej teje që të marrësh pjesë në një eveniment, ose në një aktivitet, një veprimtarim, në një lojë e kështu me radhë. Mund shkosh një herë. Herën e dytë i thua, shiko, nuk vi dot sepse jam i zënë me këtë projektin. Jam i zënë me këtë veprimtarinë, sepse më duhet për këtë, më duhet për atë. Pra del sikur je i ngarkuar, jo sikur je i ngarkuar dhe jo me arrogant. Je i ngarkuar dhe jo me ndëmadh. Dhe kjo është dhe forma në të njëjtën kohë që ti je duke ftuar atë te i njëjti koncept, te i njëjti sistem jete, që ai të ngarkohet me diçka konkrete. Dhe mos jetë i vjedhur në kohën, energjinë, vëmendjen e tij dhe të penalizohet për të ardhmen e tij. Hoxh, falenderoj pamas për gjitha këto këshilla, sidomos për pjesën e skemës, është më e qartë. Allahu të shpërbleft. Amin edhe jo gjithashtu. Të nderuar teleshikues, minutave të emisionit ton i erdhi fundi. Emisionet që flasin për rinin, jo vetëm emisionet, por çdo program që i drejtohet rinisë, mendoj që është tepër i rëndësishëm. Sidomos tek pjesa që ne e humbim ndonjëherë atë vizionin ose qëllimin ton, është shumë e rëndësishme që të klasifikojmë tek vetvetja jonë çfarë është e domosdoshme dhe e nevojshme dhe të qëndrojmë besnik atyre në mënyrë që të jemi të suksesshëm. Elus Allahun e lartësuar të na bëjë gjithëve të suksesshëm, elus Allahun të na bëjë të dobishëm për shoqërinë dhe bashkë takohemi emisionin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bye.